Kjo është historia e vllaut ton, I cili është provu me pirjen e alkoolit. Ai ka menduar se ka qenë duke kalu ku të mira, mirë po ai ka qenë duke I dhuru Allah subhanahu wa ta'ala, duke dëmtu shëndetin e tij, bile duke prish edhe qetësin familjen e tina. 3 fëmijë të vegjël, cilët e kanë prit çdo ditë me buzëqeshje. Edhe një bashkëshorte e cila e ka këshillu vazhdimisht që mu largu pe kësaj dukurie të keqe, edhe më kthy Allah subhanahu wa ta'ala, edhe me dosh familjen e tina. Derisa një ditë Allah subhanahu wa ta'ala ka dosht, edhe ka hop zemrën për pendim. Edhe ju ka kthy Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ka kuptu që çdo gotë që e ka pinë për këtij harami ka qenë hidhrim për Allah subhanahu wa ta'ala, edhe ka qenë rrëmbim I lumturisë fëmijëve të vet kur u kthyn shpe. Edhe çdo hap që e ka bërë drejt këtij gjinohi ka qenë hap që vetë se ka largu ma shumë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj ky është një prej shembujve që me dëgju ty që I halo ki gjina, që e ki Allah subhanahu wa ta'ala I cili gëzohet me pendimin tënd, edhe po ashtu mos vazhdo duke prish qetësinë familjes tone.